një komb, një flamur. Këto themi, po realitetisht ndryshe. Një shqiptar nuk e rrëzon askush më shpejt se një shqiptar tjetër. Ky është realiteti i hidhur. Postova edhe unë në një video që thashë si na quhet ky peshku që në greqisht quhet Gavros, se në shqip nuk e dija. Edhe atje të shikoni përgjigjet e patriotëve. Atje të shikoni përgjigjet e burrave ndaj femrave. Atje të shikoni respektin që mungon të krejtësisht. Atje të shikoni urrejtjen, ofendimet. Atje të shikoni mënyrën se si janë rritur disa njerëz edhe respektin që kanë për njëri tjetrin. O zot, i pat, se kishte mbi 1000 komente, një video që pyeta si e quajnë këtë peshk, se nuk ja di emrin në shqip, se nuk jam e detyruar të di të gjithë llojet e peshkëve, si nuk ja di në greqisht, në shqip, në anglisht. Po ti moj nuk di shqip edhe na del këtu. Unë nuk di shqip, po në të gjitha rrjetet sociale që i kam me mijëra ndjekës edhe me miliona shikime në çdo video, tregoni që njerëzit më kuptojnë, se unë në shqip i bëj këto të gjitha. E para dyta, se më ka ndëruar theksi pas 35 vjetësh që kam studiuar edhe kam jetuar jashtë shtetit, po, është mos e normale. Nuk i ka dje nga Shqipëria, që të mundem që ta flas shqipen siç e flisni juve në Shqipëri. Por, edhe juve në Shqipëri që jetoni, se vi 3-4 herë në vit më jepet mundësia që të vi, në çdo restorant që shkojë, do dëgjoj që u flisnin fëmijëve italisht, u flisnin gjermanisht, u flisnin anglisht, u flisnin greqisht, vetëm shqip nuk dëgjoj nëpër lokale në Shqipëri. Si është e mundur kjo të shqetësoj kaq shumë se si do ta flasi gjuhën një emigrant, kur juve që jetoni në Shqipëri, fëmijëve u flisnin përveç se shqip, vetëm shqip nuk u flisnin. Apo juve të krenoheni që u keni mësuar gjuhë të huaja fëmijëve, edhe të tregojeni që din gjuhë të huaja, edhe ta përzijeni një çik shqipen, s'ka problem. Ti prisni ato fjalët një çik. Në vend të thoni faleminderit, FLM, KLM, MMM, nejse, e dini juve tani, ajo nuk u shqetëson për ditëshmëria juaj, u shqetësojnë emigrantët, që kanë nga 35, 40 vjet, 50 vjet jashtë shtetit, edhe pse u ka ndëruar theksi, pse u ka ndëruar nuk i mbajnë mend të gjitha fjalët në gjuhën shqipe, ajo ju shqetëson. E di çfarë duhet u shqetësoj më shumë. Duhet u shqetësojë që ju mungon edukimi, që ju mungon respekti, që ju mungojnë të gjitha këto gjërat që e bëjnë njeriu të jetë njeri në radhë të parë dhe pastaj të jetë shqiptar, grek, angles, çfarëdo që të jetë. Mënyra se si drejtohen meshkujt tek një femër në rrjetet sociale, në komente, është për të ardhur keq, është për të ardhur gjuna. Edhe di pse më vjen keq dhe gjuna, se nuk e kuptoj fare që këta meshkuj nuk i ka rritur një femër. Nuk u vjen zor, nuk u vjen turp që të mendojnë që, flasin tek një femër tjetër që nuk e njohin. Ajo femër përballë që kanë atje në koment mund të ishte e tyre, mama e tyre. Në këtë mënyrë do t'i silleshin, do t'i flisnin. Mbase në këtë mënyrë do t'i flisnin, ndaj edhe flasin kështu. Edhe që ta mbyll, zaptuam gjithë botën e zaptuam si shqiptar, vetëm që humbëm njëri tjetrin.